Besoj këtë term mos ndërpritet. Më dëgjoni mirë ja? Të dëgjojmë shumë mirë. Okej. Atëherë nuk ka nevojë të deklaroj askush, por është shumë e prekshme që në terren, se unë jam në terren, dhe një nga qarqet më të vështira Shqipërisë, policia sot ekziston. Kupora e policisë, jo policia, është totalisht në shërbim të krimit. Përpasi diskutojmë. E para, e dyta, spaku nuk e shoh në asnjë vend. Nuk më intereson spaku pas zgjedhjeve. Më duhet spaku gjatë zgjedhjeve. Dhe për mua, në këto zgjedhje spaku falimenton totalisht. Pra deri tani jemi 3 javë gjysmë, më pak se 3 javë gjysmë pranë votimit. Nuk ekziston fare. Dhe siç u mor me atë rastin që unë nuk e di çfarë rasti ishte, që thonë që ka thënë dikush ka thënë për 500 euro vota, nuk e di çfarë. Me këtë gjëra çesharake. Ne e dim kush e pren votën, kush përdor policinë, e kush përdor krimin për votë. Më dëgjoni? Të dëgjoj shumë mirë, Tamar. Okej. Lidhje pa dy fjalë me dokumentarin gjerman. Unë kam ndjekur sa është publikuar, të gjithë. Dokumentari ishte pra në ka një dëmtim të madh sot. Rama e ka në Gjermani, dhe Gjermania është një vend shumë i rëndësishëm për Bërës. Dokumentari është bashkëpunimi i artës me ZDF. Artja është televizioni i madh dhe ajo është shfaqur edhe tek Arte dhe tek ZDF. Dhe është përshkruar që Shqipëria është një vend mafios, një vend i drogës, dhe ka qenë një deklaratë e më duket Maria Akles, që është e Komisionit të Mbrojtjes të Gjermanisë shumë e rëndësishme. Dhe ka thënë që nëse Rama dëshiron të bëjë një shtet, pra një parti shtet, ai nuk ka vend në Europë. Por dhe u them se tani janë fushat më të qartë deklaratën e saj, kështu që atje kanë humbur të gjitha emri kredibilitetet e Ramës në Gjermani. Por ne kthehemi prapë në Shqipëri. Zgjedhjet duan dhe 3 javë gjysmë të parë. Të gjithë institucionet e Shqipërisë janë në shërbim të Ramës. Përveç institucioneve të cilat paguajnë nga taksat e njerëzve, për mua organizata kriminale nuk janë në organizata kriminale. Janë organizata terroriste, sepse tani kanë ndërhyrë në zgjedhje dhe janë organizata politike kriminale. Sepse ndikojnë në votën e njerëzve. Dhe terreni sot në Shqipëri, jo vetëm Elbasan që mund të jetë kulmi po them, por në çdo qytet të Shqipërisë të jeni të sigurt që ata kanë ndërmarrë çdo lloj gjë. Dhe unë prapë dyshoj dhe besoj që spaku do gjejë ai hallëxiu rrugët, do gjejë njëri ku dëgjova që pse ka thënë këtë, pse ka thënë atë, siç po i përgjojnë, dhe kam dhe informacione që policia, operacionale e policisë përgjojnë opozitën non-stop. Ku dihet që bandat e Shkodrës, Durrësit dhe të Elbasanit janë 100% me shtetit, me Ramën, dhe nëse jo për të marrë ata në mbrojtje, por për mua nuk janë ata, që Rama i merr ata. Nuk janë ata nuk ekzistojnë. Ata janë një hologram, janë një projekcion. Është ai që ka nevojë, se shikojnë që në terren nuk e don më njëri, nuk prodhon në politikë, nuk ka asnjë fjalë as për bujqësinë, as për turizmin, as për ekonominë, asgjë. Ka vetëm gallat me lul bashkë. Kjo nuk është politikë, kjo është moduri. Por e thënë kështu, Tomor, e thënë kështu, mbetet në nivelin e konstatimit dhe njerëzit gjykojnë me tyren që ne nuk po shkokemi më në zgjedhje, ne po shkokemi në ca votime, të drejtuara, të kontrolluara, të organizuara nëse do, nga këto grupe të strukturuara terroriste. Si shpëtohet 11 maj nga kjo gjë, sepse Bledi tha me të drejtë, reagimi më pas nuk ka vlerë. Gjoni tani, kjo që më bërej me gjithë mirësinë që bëre ti mua është një retorikë. Unë po të konstatoj që nuk jemi në paqe sociale. Tani i bën që edhe unë të marr sa paramilitar, marr njerëz ushtarak. Ne jemi njerëz politik, ne jemi njerëz civil. Demokracia prodhohet me njerëz civil. Këtyre në grupim ushtarak, paramilitare, terroristë, që janë të armatosur, kërcënojnë njerëzit dhe ple votën. Tani ne duhet gjithë të luftojmë me këtë, nuk mund të thotë dikush nga jashtë, cila është zgjidhja. Zgjidhja të jetë shoqërore me njerëz të bashkë. Tu ka shumë demokratë, siç ka gjithë Shqipërinë, opozitarë, jo vetëm demokratë, që duan ndryshim. Sepse ky qytet këtu, që është qyteti që ka shpallur pavarësinë para pavarësisë, qyteti fisnikëve, aristokratëve, e beleve, quhet si thua, i gjuhës shqipe, është në një kështu kartel lan. Nuk ekziston s'ka mundësi fare, është e gjithë bashkia bën çfarë do, rruga, asfalt e gjëra. Tani unë e them këtë nëpërmjet televizionit, ju edhe njerëzve që tini mos keni frikë. Është situata shpirtike. Një lajm tjetër që ka marrë mbrëm nga 3 kandidatë. Po. Dhe apo më ka thënë që në lidhje me votën e diasporës, në 3 raste të ndryshme
ju shkon një shqiptar kjo marrë. Atë, jo se ka në gjë, por DHL-ja në Itali apo në Gjermani nuk ka nevojë në të tre raste tjetë. Po Sieri. Nga Shqipëria. Po Sieri është shqiptar. Po. Jo, tani unë po them se tani prandaj unë. Dakor, konstatim. Dakor. Ma kanë thënë demokratët dhe sepse kandidatët tani kontaktojnë me njerëz që kanë që ti motivojnë që të shkojnë në votime. Jo, po kjo nuk më habit më pas pse dinte ndoshta votën edhe Klosi, se do bëjmë lidhjet pikat, do t'i lidhim që të kryejmë panoramën. Nga e dinte zoti Klosi votën e atij zotërisë nga Dibra që ka shkuar për Partinë Socialiste? Logjik, të vim në logjik. Tani, logjik. Ose politike, një parti politike, e cila nuk përballet mediatikisht, e cila nuk përballet në program, e cila nuk përballet në plan, nuk është një parti politik. Çfarë taktika politike do ndjekë ajo? Do të përdori para, bamba edhe shtëpi. Pra, kjo nuk është parti politik. Sot partia e rilindur, që po e them më pas socialiste e kushme, nuk ka asnjë program. Kush ka dëgjuar një fjalë për bujqësim të thotë, kush ka një fjalë për pensionet dhe për këtë gjë. Atëherë, ai ka marrë të gjithë perkusit politik, i ka tërhequr nga televizioni. Pra politika që kur është krijuar njeriu, ka funksionuar me përballje ndërmjet personaliteteve, të cilët debatonin para popullit të këtë mbështesë popullit. Kështu ka lidhur politika. Tani këta janë fshehur të gjithë, asnjë nuk del në debat publik, vetë kryeministri me kryetarin e partisë etj. Ky ka shkuar gjithëm këtë. Me ku e bazon ky këtë pushtet? Tek vjedhja, tek presioni dhe